Policia rrugore Fier, në funksion të parandalimit të aksidenteve rrugore si dhe rritjes së parametrave të sigurisë në rrugë, ka vijuar kontrollin dhe monitorimin e akseve rrugore nëpërmjet përdorimit të teknologjisë. Kryesisht për sjelljen e këmbësorëve në rrugët interurbane kryesore në raport me normat e sjelljes për këtë kategori përdoruesish të rrugës. Kontrollet kanë si qëllim jo vetëm parandalimin e aksidenteve rrugore, por edhe sensibilizimin e këmbësorëve për rëndësinë jetike që ka përdorimi nën kalimeve dhe mbi kalimeve në këto kategori rrugësh, të cilat për shkak të karakteristikave teknike dhe shpejtësisë së lejuar, në rast aksidentesh rrugore mund të jenë fatale për jetën dhe shëndetin e këmbësorëve. Policia rrugore Fier do të vijojë kontrollet dhe vendosjen e masave administrative ndaj të gjithë këmbësorëve që nuk respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor dhe apelon për më shumë kujdes nga këmbësorët, si dhe t'i përdorin mbikalimet dhe vendkalimet e dedikuara për kalimin e rrugës. Disa sekonda të kursyeera nuk vlejnë sa jeta dhe siguria juaj. Respektimi i rregullave të qarkullimit rrugor është përgjegjësi e përbashkët dhe kontribuon drejt për drejt në parandalimin e aksidenteve rrugore. Siguria në rrugë fillon nga secili prej nesh.